Lavdëroni Zotin, se është i mirë, Halleluja. Kishën ortodokse në datën 21 nëntor, që sipas kalendarit të këtij viti i bie nesër, por sot është vigjilja, ne kremtojmë një fest mariologjike për a kushtuar të shenjtë Bigjerisë Zonjës së Mari, që është hyrja e hylinces Mari në tempull. Kjo kremte, ashtu si dhe lindja e Zonjës Hylince, që ne festojmë 8 shtator, nuk gjendet tek ungjit, por vjen nga tradita e kishës, dhe është tradita e kishës që bashkë me ungjit ka përcaktuar edhe këto të kremte që janë zotërore për Zotin Krisht, po janë dhe hylincore për Bigjereshën Mari. Tradita e kishës na thot se kur Bigjeresha Mari, që u lind nga yprindet e shenjtë Joakimi dhe Ana, që Ana ishte shterp dhe lindja të një moshë shumë madhe, por hyprindet i kishin dhënë një premtim Zotit që fëmijën e tyre, që ai do dhuronte si djalë apo vajzë, ata do t'ja kushtonin Perëndis. Për 3 vjet, Bigjeresha Mari qëndroi në krahët dhe në kujdesin e shënanës dhe mbrojtjen dhe përkujdesin e atit saj Joakimit, sepse ishte edhe koha që për 3 vjet ajo ushqej me qumësh. Mbas 3 vjetësh, kur Bigjeresha Mari shkëputi pra ushqimin e saj nga nëna e saj dhe u rit, pra mori pamjen dhe trajten e fëmijës, atëre prindrit Joakimi dhe Ana mbajtën premtimin që i kishte dhënë Zoti. Kështu që e morën fëmijën e tyre dhe e çuan në tempull të Solomonit. Ishte një traditë në atë kohë tek judejt e përkushtuar që ata fëmijët e tyre mund t'ja kushtonin Zotit, që do të thotë, në qoftë se ishte një fëmijë djalë, ai fëmijë ritej nga priftërinë dhe gjithë ata që ishin levitët në tempull, dhe derisa bëj i madh, mund edhe të rinte përgjithmonë në tempull duke u bërë klerik ose levit shërbëtor. Në qoftë se ishte vajzë, përsëri mund të rinte në tempull për kujdesej nga njerëzit në tempull, dhe në moshën, kur ajo fillonte dhe rritej, bëj një vajzë, nga fëmijë vajzë, dhe pastaj duhet dilte nga tempulli sepse nuk lejoj. Kështu që edhe pse ishte vajzë, fëmija e tyre, ata mbajtën premtimin, e çuan Marinë e vogël, e çuan në tempull. Për ta bërë sa më të lehtë shkëputjen e fëmijës nga prindrit, atëre Joakimi dhe Ana thirrën vajza Bigjeresha të komshive që kishin aty, dhe ato, duke mbajtur dhamballe të ndezura, bën një si korridor dhe vun fëmijën e vogël Mari në mes, që ajo të shkëputej nga prindrit duke pasur vëmendjen tek dritat. Por na thuhet se edhe pse ishte fëmijë Bigjeresha Mari dhe sapo u shkëput nga gjiri i nënës së saj, ajo nuk e ktheu më kokën pas nga prindrit e saj, po shkoi drejt tempullit, ku aty tek porta e priste kryeprifti Zaria, që më vonë do të bëj ati Shën Joan Pagëzorit. Pra, kjo shkëputja që bëri Bigjeresha Mari nga prindrit e saj për t'ju përkushtuar Zotit në tempull. Këtë kujtojmë neve sot. Po ashtu, tradita na thot që kryeprifti Zaria, ose prifti Zaria, ka mendime të ndryshme, i frymëzuar nga shpirti i shenjtë, e mori Bigjereshën Mari dhe e futi në pjesën më të shenjtë të tempullit, në të shenjtat e të shenjtave. Atje ku ishte arka e beslidhjes, pra ku ishin 10 porositë e Zotit në rastat e gurit, ku ishte mana që hanin juden në shkretir dhe shkopi i Aronit që kishte luzuar. Në këtë vend hynte vetëm një herë në vit kryeprifti, duke sjellë me të dridhura gjak kafshës në shenjë pendese për veten dhe për popullin. Po,
në këtë vend që nuk lejohet hynte askush, tham vetëm një herë në vit kryeprifti Zaharia e futi Virgjeshën Mari këtë fëmijë në të shenjtat e të shenjtave. Patjetër që kjo është gjë e pazakont, por jo më kot ajo fut në shenjtat e të shenjtave sepse ne do të shikojmë më vonë që ajo do bëj tempulli i gjallë ose arka e gjallë ku do të fushonte fjala dhe biri i Perëndis që të bëj bir njeriu. Dhe kështu atje në shenjtërore, në tempull, Virgjëresha Mari e shkëputur tashmë nga përkujdesja prindërore, u rit nën kujdesin e Zotit dhe Zoti i dërgoi si mbrojtës, si kujdestar kryeëngjëllin Gabriel, bashkë me ëngjëjt e tjerë të cilët vinin dhe jepnin ushqim ëngjëllor. Kështu që Virgjëresha Mari deri në moshën 12 vjeçe, pra fut në moshën 3 vjeç dhe qëndroi 9 vjet në tempull, na thot tradita, ajo u shkëput nga njerëzit. Nuk ishte komunikim me njerëzit, por komunikimi i saj që vetëm me Zotin, në anë të lutjes, adhurimit që bënte në tempull, por dhe prezencën e ëngjëve. Për këtë u përkujdes Perëndia që ajo të mos përziej me mëkatet e njerëzve, po të ruaj e pastër, e lirë, e virgjër, sepse tham që ai do bëj tempulli i gjallë i Zotit. Hyrja e ylincës në tempull kremton fundin e tempullit fizik ose tempullit që kishte ndërtuar Solomoni, biri i Davidit. Sepse tashmë Perëndia nuk do qëndronte më në ndërtesa të bërë me gur, siç ishte tempulli i Solomonit, por do të qëndronte tek njeriu, në zemrën e njeriu, në shpirtin e njeriu, në mënyrë të veçantë tek Virgjëresha Mari, që siç tham, ajo do bëj tempulli i gjallë i Zotit. Prandaj kur Virgjëresha Zonjashë Mari hyri në tempull, pushoi koha e tempullit të vjetër dhe prandaj edhe në troparet e kishës quhet paranisja e pëlqimit të Perëndis, sot është paranisja e pëlqimit të Perëndis dhe paralëçitja e shpëtimit të njerëzve. Në tempullin e Perëndis shfaqet Virgjëresha dhe Krishti u paralajmëron të gjithëve. Prandaj me gëzim le të këndojmë asaj gëzohu përmbushja hynore e planit të krijuesit. Pra, Virgjëresha Mari tashmë u bë një tempull i gjallë sepse tek ajo biri dhe fjala e Perëndis do të qëndronte dhe do merrte natyrë njerëzore. Prandaj dhe kisha këndon përsëri me himnologji plot teologji, ku na thot: ajo hyn në tempullin e ligjit dhe prej saj tempullit të gjallë të Perëndis, drita pra Krishti ka ndriçuar mbi ne në errësirë. Shën Grigor Pallamaj, një shenjtor shumë i madh, teolog i madh, ka zburuar edhe natyrën kishtare të ylincës dhe kontributin e saj në shërbimin e planit të Perëndis për shpëtimin e njerëzve. Në fjalimin e tij për të kremten e hyrjes së Virgjëresë Mari në tempull, Shën Grigori na thot këto fjalë: hylincia është kufiri midis natyrës së krijuar dhe të pakrijuar, dhe askush nuk mund t'i afrohet Perëndis vetëse me anë të asaj. Po ashtu thot dhe asgjë prej dhuratave të Perëndis nuk mund t'i jepet ëngjëve dhe njerëzve veç me anë të saj. Në qoftë se ne të krishterë ortodoks duam që të kemi një bekim analog siç e ka Virgjëresha Mari, ky bekim mundësohet. Pra, ashtu si Virgjëresha Mari u bë tempulli i gjallë i Zotit dhe Zoti qëndroi tek ajo, banoi tek ajo, edhe ne të krishterët po ashtu kemi mundësi të bëjmë tempull të gjallë të Zotit. Për këtë mos na vi çudi, sepse kur e pyetën Krishtin Judejn se kur do vinte mbretëria e Perëndis, dhe Zoti Krisht tha, mos e kërkoni mbretërinë e Perëndis aty ose këtu në mënyrë të dukshme. Mbretëria e Perëndis është brenda jush, është në zemrat tuaja. Ku e kishte fjalën Krishti? E kishte se njerëzit
që do besonin te Krishti, do bashkoheshin me Krishtin nëpërmjet pagëzimit, që është pastrim, ndriçim dhe shenjtërim, ata do mbusheshin me shpirtin e shenjtë. Dhe duke mbushur me shpirtin e shenjtë, ata do bëheshin tempuj të Perëndisë së gjallë. Pra, ajo çfarë ndodhi te Virgjëresha Mari, ndodh edhe tek neve, ku ne jemi pagëzuar dhe jemi mirosur, ne nga krijesa të rëndomta njerëzore, ne jemi bërë tempuj të gjallë të Zotit. Dhe Zoti qëndron tek ne, banon tek ne, lëviz dhe vepron nëpërmjet nesh. Kuptohet, aq sa ne e lejojmë atë. Sepse çdo gjë veprohet jo në mënyrë arbitrare, pra që do vetëm Perëndia, por Perëndia do dhe bashkëpunon me dëshirën e njeriut. Kjo quhet sinergji. Kështu që ne të gjithë kemi mundësi të jemi si Virgjëresha Mari, tempuj të gjallë të Perëndisë, sepse vetë Zoti e tha këtë. Unë do të banoj në mes të tyre, do të ecin ndër ta, do të jem Perëndia i tyre dhe ata do të jenë populli im. A e kuptoni se sa të rëndësishëm jemi ne të krishterët ortodoks? Ne nga pamja jashtme dukemi si gjithë njerëz të tjerë, Madje kemi dhe ato vështirësitë, sëmundjet, pleqërinë, por dhe vdekjen e kemi. Por ama në mister, në atë të padukshmen, ne kemi brenda vetes Perëndin. Ne kemi shpirtin e Zotit, shpirtin e Atit, shpirtin e Krishtit. Pra jemi tempuj të gjallë të Perëndisë. Kështu që duhet ta vlerësojmë këtë që na ka dhënë Perëndia. Dhe kjo nuk është vetëm një privilegj, është edhe përgjegjësi. Që neve ashtu si respektojmë një kish, pra e ndërtojmë një kish, e ruajmë një kish, e stolisim një kish, e pastrojmë një kish, e mbrojmë një kish, por sa më tepur neve duhet të ruajmë, të mbrojmë, të pastrojmë, të shenjtërojmë kishën e gjallë, që është trupi ynë, që është shpirti ynë, sepse këtu banon Zoti. Kjo është privilegji më i madh, por dhe përgjegjësia shumë e madhe. Kështu prandaj neve në këtë të kremte të hyrjes së Virgjëreshës Zonjës Mari në tempull frymëzohemi për thirrjen që na ka bërë Zoti dhe neve. Virgjëresha Zonjës Mari nderohet si më e bekuara në gjithë grave dhe shenjtoria më e madhe, jo se thjesht ajo u zgjoll nga Perëndia dhe tha po fjalëve të Kur'anit Gabriel, por se ajo e mbajti të shenjtë veten e saj, të virgjër, të pastër, edhe para se fjala të vinte, edhe kur fjala ishte brenda saj, edhe kur fjala lindi prej saj. Ajo e ruajti veten e saj të pastër nga mëkatet edhe me mendim. Tani ne ndoshta dhe nuk e kemi tërë shenjtërinë e Virgjëreshës Zonjës Mari, prandaj dhe ajo kur nderohet nga kisha quhet e tërë shenjtë. Por ama të gjithë ne jemi thirrur për të shenjtëruar, që është një proces që fillon me pagëzimin dhe vazhdon pastaj në sinergji me besim, lutje, misteret e kishës, që shkon në shenjtërim dhe pastaj shkon në hynizim. Që kemi procese për të kryer. Prandaj dhe Zoti na jep kohën e dur, jo vetëm të jetojmë biologjikisht, të shtohemi, të shumohemi, pra të riprodhohemi si rasë njerëzore, por mbi të gjitha Zoti na jep kohën që të shenjtërohemi pra dhe të bëhemi tempuj të shenjtë të Zotit. Që jo vetëm shpirti të shenjtërohet, por dhe trupi të shenjtërohet. Dhe ajo çfarë ndodhi tek Virgjëresha Zonjës Mari, e cila u shenjtërua shpirt edhe trup, dhe me shpirt edhe trup sot është në mbretërinë e Zotit, ashtu të ndodhi edhe me ne. Kjo ka ndodhur me disa shenjtorë, të cilët u shenjtëruan në shpirtin, u shenjtërua edhe në trup, madje trupat e tyre për shembull janë të paprishur, ose vinë aromë, siç kemi trupin e paprishur Shën Spiridonin, ose miron që vjen nga Shën Dimitër, Mirovliti, kështu për të na dhënë që edhe trupat janë të shenjtëruar. Dhe ne presim ardhjen e dytë të Krishtit, i cili me ardhjen e tij të dytë do mundi armiku më të madh që do mundi përfundimisht, sepse ai e ka mundur te vetja e tij,
po do e mundi të gjithë bota vdekjen, pra do bëjnë gjalljen e të vdekurve. Po do ketë një ndryshim. Të gjithë njerëzit që kanë jetuar në këtë botë dhe do jetojnë deri në fund, të gjithë do kalojnë nga procesi i vdekjes. Edhe ata që kanë vdekur, kanë kaluar nga ky proces, por dhe ata që do gjenden të gjallë fizikisht në ardhen e dytë të Krishtit, edhe ata do vdesin dhe do ngjallen. Por në ngjalljen e trupave do kemi trupa të ndryshëm. Ata që kanë shpirtin e shenjtëruar në Krishtin me anë të besimit dhe mistereve të kishës ortodokse, ata jo vetëm shpirtrat i kanë të ndritshëm si yjet e qiellit, por dhe trupat e tyre do bëhen të ndritshëm si dielli, si trupi i lavdëruar i Krishtit, si trupi i lavdëruar i Virgjëreshës Zonjës Mari. Kështu do edhe trupat e shenjtorëve dhe të krishterëve të denj. Në të kundërt, edhe të tjerë të ngjallen, por nëse ata nuk janë të Krishtit dhe vdiqen në mëkat dhe nuk e shfrytzuan kohën për shenjtërim, trupat e tyre do jenë të gjallë, vdekja nuk do ketë pushtet, por do jenë të shëmtuar, do jenë të frikshëm, do jenë të nxirr dhe do jenë të denj për mundimin e përjetshëm në ferrin e përjetshëm ku do dëshirojnë të vdesin dhe nuk do vdesin dot. Prandaj i themi gjitha këto për të kuptuar rëndësinë e kësaj ngjarje kaq madhe, që nuk është vetëm për tërshenjtë të Virgjëreshës Zonjës Mari, është edhe për neve sot. Shikoni që e tërshenjta Virgjëresha Zonjës Mari u shenjtërua në tempull. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe ne shenjtërohemi në tempull, në kish. Prandaj është shumë e rëndësishme pjesëmarrja në kish. Nuk dorim si ajo çdo ditë në kish. Ku lum ai që ka këtë bekim, si thuhet te psalmet, më mirë një ditë në shtëpinë e Zotit se 1000 vjet gjetiu. Por të paktën në ditët e diel, në ditët e kremte, ne duhet vim në kish, sepse nuk vim se ka nevojë Zoti për ne, po kemi ne nevojë për Zotin, kemi nevojë të shenjtërohemi, pra të pastrojmë tempullin e gjallë, pra trupin dhe shpirtin ton, dhe ta shenjtërojmë atë. Dhe kjo nuk bëhet thjesht vetëm me dëshirën ton, vetëm me kujdesin ton, vetëm me lutjet tona, vetëm me kreshmët tona, po bëhet edhe me hirin e Perëndis, sepse Krishti thot pa mua nuk bëni dot asgjë. Prandaj duhet kishërimi. Shumë krishterë nuk e kuptojnë këtë. Shumë krishterë mendojnë se mjaftojnë ata se besojnë në Krishtin dhe mund të bëjnë dhe disa lutje në shtëpi dhe thonë ja e mirë rregull. Jo. Nuk arrin dot të shenjtërohen. Po s'morëm misteret e kishës, nuk shenjtërohemi dot, sepse misteret e kishës, si është misteri i pagëzimit, misteri i pendim rrëfimit, misteri i kungatës, misteri i evqelis, që janë misteret të detyrueshme, janë kanalet e hirit, që vjen hiri i Shpirtit të Shenjtë dhe bën pastrim, ndriçim, shenjtërim. Ndryshe, ne nuk do bëhemi dot tempulli i pastër, i shenjtë, dhe ashtu si dikush nuk mund futet në një vend pisët ose të ftojë një mik në një shtëpi ku është pislik, sepse është ofendim për të ftuarin, si mund të hyjë Zoti në shpirtrat dhe trupat e krishterëve që janë me mëkate. Zoti nuk na dënon pse bëjmë mëkate. Zoti thot, pse nuk pastrohesh, pse nuk ndriçohesh, pse nuk shenjtërohesh me pagëzim, me pendim rrëfim, me kungim që unë të vi tek ty, atëherë gjithë përgjegjësia është e jotja. Nuk është se s'kem mundsinë. Kështu pra, le të shikojmë këto gjëra dhe të nxitemi për të bërë një jetë kishtare. Ne e fillojmë jetën në kish, pra që kur lindim përkushtohemi tek Zoti, që 40 ditë, pagëzohemi në kish, shenjtërohemi në kish dhe largohemi po nga kisha. Sepse këtu pra është shenjtërimi. Jo thjesht tek ndërtesa. Se edhe ndërtesa është e domosdoshme, se është një vend i bekuar dhe shenjtëruar, por te jeta misterore e kishës. Prandaj, ashtu si Virgjëresha Zonjës Mari u shenjtërua në tempull dhe ne do shenjtërohemi në kish. Jashtë kishës, thot Shën Cipriani, nuk ka shpëtim. Mos e harojmë këtë gjë që mos bëhemi vegla të djallit, i cili gënjen duke thënë s'ka nevojë të vish në kish
mjafton vetëm për Krishtlindje dhe për Pashk, gjërat e tjera bëjnë në shtëpinë tënde. Lutu atje, mjafton. Jo, e kemi thënë dhe tjetër, është gabim shumë i madh. Dhe e përfundojmë këtë bisedë, që patjetër ka shumë për thënë, me atë tropar që kisha ja përkushton kësaj të kremte. Sot është paranisja e mirëpërqimit të Perëndis dhe paralëqitja e shpëtimit të njerëzve. Në kishën e Perëndis tregohet Virgjëresha madhërisht dhe Krishtin e paralajmëron të gjithë. Asaj dhe ne t'i thrasim me zë të madh, gëzohu o mbarim i urdhrit të kryetarit. Amin. Love the Lord.